Ky emision mundësohet nga Telkos, Ekofrut, Bruno. Përshëndetje, kryetjube miq të televizionit TV1, jemi bashkë me emisionin Kamp me kujtesën, si çdo të shtunë tjetër në vende ndryshme të bukura të Kosovës dhe jo vetëm. Me kësaj radhe kemi ardhur në Shkupin e bukur dhe këtu na ka prit një personazh që gëzon shumë dashni edhe shumë respekt prej publikut. Gjatë do të flasim vetëm për jetën profesionale, jo vetëm për librat, jo vetëm për shkrimin, jo vetëm për median, jo vetëm për gazetat, por edhe për rrugtimin e tij personal, copëzat bukura e të vështira të zotrit Kimemeti. Kam kënaqësinë e madhe që i tha po ftesës edhe kemi ardhur këtu në vendlindjen e tij. Po, jeni. Faleminderit shumë, kënaqësi e madhe që e pranoi ftesën zotri Memeti. Jo, me kënaqësi edhe mirë që erdhët, mirë se erdhët këtu. Ku unë kam lind, ku jam rritë dhe ku jam duke u plakur. Jo, plakin mos e përmend. Jam duke u plakur. Duke që jeni shembulli më i mirë që mosha është veç numër, zotri Memeti. Ishi, ashtu gënjejmë, ne pleç kur duhet ngushëllohemi, kur duhet vetë gënjejemi, sepse mosha është moshë, jetë i kastinët e veta. Normalisht edhe pleqëria nuk është mallkim, po është dhurat, sepse jo të gjithë plaken, ka shumë njerëz për fat keq që nuk plaken, nuk rriten, ka të rinj që shkojnë shumë të ri nga kjo botë. Andaj unë nuk e marr pleqërinë si mallkim, po e marr si dhurat. Se thash, jo çdo njeri arrin të plaket, unë falenderoj Zotit që më mundson të plake me një primbesa, me fëmijë dhe kështu që është. Zemra plot edhe me shiu në maksimum. Ne kemi një këngë grobi plaket kur don vet. Sa i përket mendjes, sa i përket... Unë nuk e kam atë. Pleqëria në përgjithësi mund të jetë edhe vështirë, mund të jetë edhe bezdisshme. Sepse në mos tjetër pleqëria të kthen thuajse aty nga ke nis, të jesh i pafuqishëm, të kesh nevojë për ndihmën e tjerëve. Mirë po, për dallim nga fëmiria, fëmiu që është i lezetshëm, unë shpesh them, nga një fëmijë i lezetshëm gjithmonë del një plak i gërditshëm. Për dallim nga fëmiu që çdo njeri don ta përkthejë, vrapon kushdo e puthi pari, nga plak çdo njeri ikë dhe thot kushdo mbetet i fundit që ta ndihmoj, ta rregulloj. Kështu që edhe është fat mbi gjithë fatet nëse çon pleqëri që mos ti mundosh të tjerët. Në më thënë, mos mundosh edhe vetë, po këtu mundimi i yt nuk është bile aq i dhimbshëm sa që kur e ndjen se i mundon të tjerët. Unë këtë kam pas rast ta shoh te nana ime, për shembull ajo vujti gjatë kohë, edhe më shumë me mundon të ajo kur e shite se sa ne ndjejmë dhimbjen e asaj, se mendoj se sa që dhe mundon të dhimbja e saj. Edhe unë nëse diçka i dëshiroj vetvetes, pikës pari i dëshiroj shëndet dhe mbarësi një fëmijëve të mi, një verbë të mi, besave të mia. E pas e them dhash Zoti që mos me pleqëri në shtrat. Ajo është pleqëri e vështirë, sepse edhe tjerëve u aprish rehatin, u aprish jetën. Kështu që mirë po aty njeriu nuk e përcakton vetes, duhet lodhet shumë me atë se si është një ngarkesën vetë dhe kjo të mendosh pastaj. Po shini, njeriu rëndom tan jetën jeton me frikën nga ato që nuk ndodhin kurrë. Sa i shkon diku e tan kohë lodhet por rrugës nëse goma më shpohet, nëse kjo, do të thënë amri. Ne më shumë lodhemi me gjërat që kur nuk do të na ndodhin në jetë, sepse ato kur ndodhin edhe s'ke ku i. Por ne duke menduar se çfarë mund të na ndodhë, derisa do të shkojmë në Shkup, çfarë do të mund të na ndodhë gjatë intervistës, por nëse them diçka gabimisht, më shumë ajo të mundon më shumë se sa vetë ngjarje. Keni qenë gjithmonë zotri Memeti kështu i sinqert, i drejt për drejt, direkt atë çka mendon ta thuash, edhe mos e mashtrosh veten në një farë forme, keni qenë gjithmonë i tillë. Mund mos ta besoni, po gjithmonë kur kam kështu biseda me gazetar, kam vetëm një kusht. Nuk dua t'i di pyetjet, edhe temën për çfarë bisedohet. Pse? Po tishin kështu gjithë do isha shumë e lumtur. Ama ju mund edhe ta provoni, më gjeni një gazetar që mua më ka dhënë pyetje apo më ka treguar temën që do bisedojmë. Pse? Se unë në jetë e kuptova një gjë.
që është shumë e natyrshme. Kur ti e din pyetjet edhe kur e din temën, ty të imponohet në vetvete dëshira dhe tentimi që thush gjëra të mençura që mos bësh ndonjë gabim. A kështu kurse din, ti e thua mendimin e parë edhe me do e mos duhet t'jesh i sinqert, ti nuk mund ta këtrosh, nuk e di se di as natyrën e emisionit tënd. Edhe kështu që njeriu, shihni, urtësia, oratoria nuk vjen me porosi, nuk vjen me atë që unë do të them që si që tashti do të jem shumë më i mençur se që jam. Ti je ai që je. Edhe nëse pranon të jesh ai që je, edhe nëse pranon të kënaqesh me atë që ke dhe atë që je, ti ke mundësi të arrish edhe gjërat që i tenton dhe që i dëshiron çdo njeri. E vren publiku kur nuk je ai që je, kur nuk je vetja? Unë mendoj se e vren atë që thonë. I vren që nuk janë veten e kanë? Si që unë i vrej me njëherë, që aktrojnë, i vrej me njëherë bile edhe që e kanë tekstin shkruar përpara, i vrej me njëherë edhe kur shihet se biseda gjitha e mirë, ajde të them, e drejtuar mirë, e paramenduar mirë, që mos ketë asnjë gabim. Edhe, okej, kush si don, unë kështu tërë jetën e kam quar edhe nëse me diçka mund të mburrem, pasi e përmende këtë element, unë mburrem me atë që kam qenë i natyrshëm, më pengon pak ajo shpreha kam qenë vetvetja. Çdo njeri është vetvetja, mirë po ne shpesher edhe duke qenë vetvetja jemi të rrejshëm. Se thua? Shini, se ne pak edhe duhet jemi. Ne normalisht që njeriu kur e bën këtë bisedë don të le përshtypje të mirë, jo të keqe. Do të thonë, ne edhe shtiremi, mirë po mos të jesh të në kohën i shtirur. Të jesh pak edhe i natyrshëm, të jesh ai që je, mos frigohesh nga vetvetja kjo është, sepse ne shpesher duhem të dukemi ashtu si që do të dëshironim të na shihnin, jo ata tillë siç jemi. Po s'mund t'ju pëlqejmë gjithva. Mirë po, as ka nevojë t'ju pëlqejmë, edhe se ne shpesh në rasteve as i pëlqejmë as vetvetes, se shumë ka që nuk na pëlqen edhe te vetvetja. Mirë po, ne mjafton ajo që t'jemi të kënaqur me vetvetë. Do flasim edhe shumë tema tjera për ndryshën një ambient shumë i bukur, me gjas këtu, kafen e mëngjesit e shihen ndryshe. Unë jo vetëm atë, po unë këtu jam rritur edhe këtu lumi është me njerë treska. Po, do sjellim edhe pamje pastaj. Këtu jam rritur, këtu e kam kaluar fëmirin, thash këtu tashti jam me kaloj moshën më të rritur kështu. Edhe kështu që këtë vendun e dua, si që do çdo njeri vendinjen e vetë, andaj unë nuk kam gjenë kur nevojë të jem në qytet, në brendit qytetit. Kjo është me njerë në hyrit. Ka shku në vendin të njerë që me ndurën? Jo, kur, bile, unë në qytetin jem si në ambient të panatyrshëm, edhe më shpesh talem, thëm, çdo njeri le të jetë aty ku është, unë këtu e kam afër edhe këtë malin e Krojeve, ku dal shëtiti çdo ditë në kam, këtu e kam lumin, dhe me thanë, ka shumë sende që mua më bëjnë të ndje mirë, edhe kështu që kur, për kundazi, unë kur dalë në qytet atje i kam fëmijë djemët, unë mezit se pres të kthehem, ata bile i dhënohen pse s'vjen kur, thonë, po si mund këtu të ndjej dëshirë të vi, unë ndjej dëshirë t'ju shoh juve, mirë po në këtë ambient, se më duket ajo në për banesa ku jeton, si njerëzit të vendosën në për kutia që janë vurë njëna mbi tjetrën, edhe që janë radhit edhe ata të ashtë duhet të rrije çdo njeri në kutinë e vetë. Unë kam shtëpi është prej tjetër, është oborri, mund të lëvizish prej naltë poshtë. Çdo njeri le tjetë aty ku ka dëshirë. Ba, shumë mirë, dhe emisioni edhe emri, emisioni realisht është në kamp me kujtesën, ko na kemi realizu edhe me këtë personazhe ndryshëm edhe hiking edhe camping, esje dhe kemi bujnë e tenda, po të me folë pak për pjesën e natyrës, edhe si majri, edhe tash, a ke bu hiking në herë në vendet ndryshme, të pëlqen natyra, të pëlqen ecja, a ke bujnë në herë në tendë, po du me ditë? Shqo, gjithsesi se po, jo vetëm atë, unë kam bujtë edhe jashtë, për shembull naltë në kodër, në male. Hajde së në vdes për këtë detaje, për natyrën në vdes. Edhe unë gjithashtu, unë ju thash që unë për shembull eci shumë, edhe unë kohën e lirë e kaloj në përmale duke shëtit, për shembull. Edhe atë duhet të jem vetëm, sepse ajo të mundëson të kuptosh se sa e paskajshme, sa e madhe është natyra e sa i vogël është njeriu, edhe të lejon
të bisedosh me vetveten edhe me natyrën, me atë që të rrethon. Është reflektim, është frymëzim. Po, unë nuk dua, për shembull, gjithë më i dhronë, thonë pse nuk merr asnjërin me vetveten. Njerë unë eci, gjithë e thonë, atë eci shumë shpejt. E dyta edhe dua t'jem me vetveten, unë dalë që t'jem me vetveten, jo me tjerët. Unë kur t'jam me tjerët, unë ulem këtu, vi në kafene, pi kafen, i thirri mitë edhe ulesh edhe. Kështu që vetëm natyra këtë mundëson, edhe vetëm ajo fjetja jashtë, për shembull, është e mahnitshme atje ndalë në malë, kur ti tërë natën i dëgjon zot, i dëgjon zërat, po, natyrës. Unë kam fjetë shumë jashtë edhe në Shkëtin, për shembull në përbotën arabe kam shetit shumë, edhe ajo është një përjetim i veçantë, për shembull ajo qielli atje është krejt ma ndryshe se këtu është si prush me yje, për shembull ka ma shumë yje, pse shihen ma shumë yje se nuk ka atë. Kështu që them, unë e dua natyrën këtu tash në lumin Treskë, ne gjithmonë kemi prej mëngjesi deri në mbrëmje, peshkim, notim, kërcim, ajo ka qenë edhe është ende përditshmëria ime. Unë edhe sot, për shembull, kur shkoj në pushim, shkoj në Velepoj, unë i bëj nga 2 kilometra not, për shembull. Nëse nuk i bëj atë, më dhem trupi. Edhe mua më dhem trupi kur nuk dal të eci, këtë them sinqerisht, jo kur eci. Unë 2 ditë me mos dal të eci, jem si I lodhur. Edhe nëse nuk e bëj atë not në ditë, unë nuk mundem, kjo është. Do flasim edhe për pjesën e efemerisë gjithçyshme me të kthy baragin e ku, çka të pëlqen më shumë ti në Shkup? Edukori, fenomen social, ose si vend, në përgjithësi, çka nuk pëlqen në Shkup? Shumë i sinqertë edhe këto. Shini, në Shkup në qytet, mu thuajse nuk më pëlqen asgjë. Mirë po me njerë jashtë Shkupit ka disa pjesë, edhe që për fat, kjo është pjesa ku ndodhem unë. Se për shembull këtu është edhe kanjoni i Matkës. Po. Për shembull shumë i bukur është. Shini, Shkupi si qytet është më i organizuar se gjithë kryeqytetet tjera shqiptare. Se edhe Shkupi është kryeqytet shqiptar, është më i organizuar, ka më shumë hapësirë, mirret më lehtë frymë se në Prishtinë. Ju kur shkoni në Prishtinë, për shembull, keni ndjenjën se bini në një grop ku është ndërtuar, ku ka zhurmë. Kur shkoni në Tiranë, ke përshtypjen se... Apo na bën kunak sot. Po, se do të aty s'mund të marrësh frymë, çdo gjë është betonuar, çdo gjë është deformuar. Shkupi e ka ruajtur pak edhe vjetërsinë e vet, edhe modernitetin e vet e ka. Për shembull, ju kur shkoni në pjesën shqiptare, atë që e quajmë ne Çarshia e Vjetër, ajo është ambient shumë i bukur, për shembull ka bukurinë e vet. Ajo që nuk më pëlqen në Shkup është ajo që që ishte në fëmirinë time, po tani nuk është. Nuk ke më gjallëri në qytet. Tash tani më duket se edhe të rinjtë jetën e organizojnë ndryshe, çdo njeri në lagjen e vet. Në rinin time, në fëmirin time, për shembull qendra e Shkupit, sheshi i Shkupit ishte vendi ku çdo gjë ndodhte në Shkup, ku ishte gjallëria, ku kishte jetë. Në Shkup nuk ka jetë. Nuk ka jetë. Thjesht ju shëtitni nëpër Shkup edhe nuk ndjeni se aty. Më shpesh e keni ju vetdijen atë ndjenjen, thuaj se është një internat ku vinë njerëzit, vetëm të bëjnë gjumë, a ditën s'duke ndikun, nuk i ke. E kjo, pse u shndrua kështu ai qytet, unë nuk e di, mirë po nuk është Shkupi as ai edhe nuk ka fytyrë si ta definosh. Shkupi nuk ka fizionomi të qartë. Se e ke këtë fizionominë në pjesës shqiptare që është krejt ndryshe dhe funksionon krejt ndryshe, edhe e ke atë pjesën Matan në Vardarit, që është si themi në pjesë e Maqedonasve, që është krejt ndryshe edhe ajo Shkupi nuk ka një profil, edhe varet shumë edhe nga përkatësia etnike, mirë po tash e mbeti edhe pa lypsarët e vetë të ura e gurit, se edhe ata e kuptuan se Shkupi ma është ndanë në Shkupin shqiptar e Shkupin Maqedonas, unë e them shpesh në për urat e Shkupit ka gjithë një ma pak kalimtar, që shkon në andej e vinë këndej. Kremi tek pjesa e Shkupit edhe femerisë që përmende në Sreshta, i rritë
në rrethana krejt ndryshe, padyshim në rrethana që shbisna po folim ndallojnë shumë. Familje të madhe, zotëri Mehmeti, familje të vogël. Familje të madhe. Si tip, po du me ditë, a i konë që ke bo shumë shere, i konë problematik, i konë i urë, i shoqërushëm? Ne kemi qenë 7 fëmijë, 4 vëllezër dhe 3 motra, do me thonë familje e madhe, edhe prindrit. Edhe ajo që ndoshta kur e kujtoj veten si fëmijë edhe që na dallon si fëmijë të kësaj familje, është ajo dëgjueshmëria. Unë nuk di ndonjëherë për shembull të kenë pas nevojë prindrit tanë na tregojnë se duhet të rrimurt, apo prindrit tanë na tregojnë se kur vjen mysafiri ne duhet të jemi më të qetë. Atë ne gjithë natyrshëm. Më duket se instinktivisht e nën kuptonim se ashtu duhet bëhet. A, keni ditë frikën zotëri Mehmeti prindërve? Po shiqo, nuk kishte frikë sa që një rend që njihej, që di, për shembull kur vinte babi ty normalisht s'mund aty ti kundërvihesh, nanën duhet ta ndëgjosh edhe gjithmonë ajo ishte ai ishte një rend që nuk duheshte ta imponosh. Po një rend që nuk kuptohej. Nëse ti je 7 fëmijë, ti s'mund të presësh që për shembull tesha për Bajram gjithmonë do të blejnë gjithë të shtatit. Po do të presësh rend, edhe ti mësohesh me atë që ka rend, që nëse vllau i madh ka bler tesha, ti duhet të presësh. Për shembull kur babi më ka bler bicikletë, asnjëri s'është i dhuruar prej tjerëve, se e ka ditur pse. Se ajo duhet të ishte dhuratë, se isha nxënës i mirë, kosa ajo. Domethënë, ne e dinim që në atë shtëpi duhet të ketë rend nëse duhet të mbijetojmë, se s'mundet çdo gjë të kemi për një herë, domethënë, se vetëm baba punonte, edhe kjo krijonte njeriu edhe një ndjenjë të humanes, të durimit, nëse doni, të jesh më i durueshëm, të mos jesh edhe ziliqar, për shembull, unë e di. Edhe një knacë me pak, me shumë pak gjëra. Po sigurisht, shiqo, njeriu thashun edhe në fillim, njeriu duhet të mësohet kënaqet me atë që ka dhe atë sa ka. Se përndryshe njeriu, shini, nëse ju në jetë gjithmonë barazoj me tjetrin sa ka tjetri, edhe ja keni zili, ju do të ngulfateni, duke vrapur të keni ju sa që kanë tjera. Lakmia. Çdo njeri le të ketë aq sa ka, unë duhet ditë kënaqem me atë që ka. Edhe ne, nëse ka ndonjë mjeshtri që ajo kohë na mësoi neve fëmijëve të asaj kohe, është kjo që ne duhet të kënaqemi me atë që kemi, edhe aq sa kemi. Mos të mendojmë shumë me atë që s'kemi. Se nëse merresh me atë që s'ke, nuk do mund të shijosh edhe atë që ke. Ti më mirë atë një vezë të skuqur se sa ta mendosh mishin që se ke të skuqur. Edhe ti kënaqur me atë, po do të mbetesh edhe pa e shijuar atë. E kjo ajo kona, se unë di njerëzit shpesh janë koha të varfër. Jo, ishin kona kur kishim edhe shumë çka, mbile edhe shumë çka ishte shumë kur piqte nana bukën, për shembull unë nerën janë gjeja prej këtu deri në shtëpi. Kur domatet bëheshin ato kishin në të shijen e vet. Kur specat i skuqte nana erën ti ndjeje prej 2 kilometrash, ata s'ka nasera s'kur gjatë. S'ka në shije. Edhe kështu që unë e them që çdo njeri e jeton kohën e vet. Unë kur fëmijëve të mi, kur mund t'i pyetni, nuk ju them që në kohën tonë. Në kohën tonë ishte ajo që ishte, kjo është koha e tyre, kjo është kjo kohë, kur nuk ju kam thënë që në kohën tonë kjo ishte ma mirë, kjo ishte ma mirë. Jo. I pengoj njerëzit që ankohen zotëri Mehmeti? Shumë. Jo ankoheni? Shumë. Besoj duhet t'i pyetni tjerët mirë, po më duket se jo. Se unë për shembull them unë unë kam pasur edhe fatkeqësi në jetë, kuptohet, kam pasur jeta s'mund të jetë vetëm të mira. Mirë po, gjitha duhet t'ishti mbash ndershëm. Edhe duhet të kesh kujdes se tjerët, për shembull, posaçërisht kur kam përjetuar disa gjëra shumë të dhimbshme, unë nuk kam dashur që tjerëve t'ju aprishi atë ditën, për shembull, me dhemjen time.
apo nuk kam dashkur edhe të më mëshiroj, që t'ju vjen gjuna, dhemshuri ndaj me Elien. Sepse nuk është ajo diçka që ndahet, nuk ndahet as lumturia, as dhimbja me të tjerët, ajo kot njerëzit që e thonë. Po është tjetër që ti të dish ta kuptosh tjetën kur vuan edhe ti mos t'i shkosh me daulle, me muzikë. Se për ndryshe vutja është e ti edhe aty s'ke se që i bënë, si që është edhe lumturia. Edhe kështu që unë nuk kanë kohë, mund të them që kam jetuar shumë mirë, unë jetoj shumë mirë, unë kam familje shumë të mirë, unë vi prej familjes shumë të mirë. Jeni përmbushur, edhe po, unë edhe fëmijëve ju kam thënë, shini, edhe nesër me vdek kam thënë nuk keni pse t'ju dhimbsem, fare nuk ka nevojë t'ju dhimbsem. Edhe kështu që jam i plot. Unë kam jetuar 200 orë, edhe unë nuk kam 70 vjetë, unë kam 170 vjetë. Kjo ke e bukur. Kur i përmendë këto që është mirë që dhe dhimbjen edhe lumturinë kështu ta mbajmë, për vetëm duket që jemi të prirur si shoqëri, zotëri Mehmeti, që gjithmonë në momentet e këqija të marrim mësimet, të vlerësojmë njerëzit, ta duam jetën të ndryshojmë, pse vetëm prej të keqës. Duket që kështu jemi të prirur një ndodhi e keqet na... Po shini, e keqja, dini... Që të ndryshoj jeta pastaj, a dini çfarë ka diçka, që në... E keqja ma shumë bëhet mend. Unë jam rritur në një shtëpi tani ku i matë gjithmonë edhe ate ka murësin më të madhe, më thoshte kështu. Mundohu ta mbash mend të mirën, se e keqja nuk harrohet. Andaj unë i duhe shumë njerëzit që mbajnë mend të mirën, se ata janë mirënjohës. Se njerëzit që e mbajnë mend vetëm të keqen nuk janë njerëz mirënjohës. Është negativ, është, nuk është. Shini, thash, e keqja nuk harrohet. Njeriu kur ta bën një të keqe, ti duhet t'i mbash mend njerëzit që të kanë bërë mirë, se njerëzit që të kanë bërë keqe dhe ashtu nuk i harron. Sa ti shohësh ti të kujtosh. Edhe kështu që të them, unë jetoj me këtë parim që mundohu të mbash mend të mirat që ti kanë bërë njerëzit, se të këqijat nuk harron, edhe andaj ju mund mos ta besoni dhe mund mos ta besoj askush. Unë nuk njoh njerëz që më kanë bërë keq, nuk njoh. Unë aty në njerëzve ju largohem, po sa e shoh se nuk është qëllimi i mirë. Unë nuk kam rreth vetes njerëz të këqij. Ke armiq, zotëri Mehmeti? Nuk kam unë armiq. Kur s'kam pasur armiq. Unë kam shumë njerëz që më shohin, që nuk më dërojnë që e di, po nuk merrem me ata. Ata merren me mua. Edhe unë i lanë në punën e vetë. Nuk ngarkosh as pak, s'mundojnë fare? Shini, njeriu nga natyra do në tjetë i ledhatuar, do në tjetë i ledhatuar. Mirë, po unë nuk merrem me ata shkaku i kësaj, që mos ta lodhi unë kimin me atë se... Shini, unë në ditë e marrë nga 1000 komente, prej të cilëve 999 janë sharje. Edhe unë tani të merrem, të filloj me ata, që unë vetëm nuk duroj ajo kur janë ato sharje më vulgare, kur janë se kështu që ti nuk din, ti nuk bën, ti e... Janë që sharake nga një Jo, duket, gabimin më të madh mandej që mund të bëj njeriu nëse ai fillon të besoj se gjatë kësaj interviste gjithë do të mahniten me atë që thot Kimi. Jo, do të përqilja e madhe do të thonë ai ky plak flet pa lidhje aty. Edhe do të shaj. Do të thonë, është zgabim ti nëse mendon se gjithë duhet të të duan edhe gjithë duhet të të besojnë edhe gjithë duhet të... Shumë mirë që më mendojnë Po s'mundet, s'është e natyrshme, thash, s'është e natyrshme. Nuk bëhet fjala aty se njeriu bën shumë çka që ta duan, që ta besojnë. Unë fundit të shkruaj, unë merrem kështu edhe me paraqitje publike me pretendimin që diçka bën, diçka të mirë. Mirë po, gjithmonë duhet ta dish se pretendimet e tua nuk mund të shkojnë deri aty sa mos jenë normale, që ti të besojsh se gjithë njerëzit ty të çmojnë, gjithë njerëzit ty të duan, edhe gjithë njerëzit ty të besojnë. Normalisht aty ka plot njerëz që mendojnë se atë e bën për këtë apo për atë arsye, sepse çdo njeri të mat me peshoren e vet. Nëse ai për shembull,
atje ka bërë ndonjë shërbim, ta zëmë në parti për ndonjë përfitim, ai s'mund të të besoj ty kur thuhet që këtë e bëj, nuk e bëj për përfitime vetjake, po e bëj pse e ndjej si obligim, sepse ty nëse të është dhanë mikrofoni, është mëkat tash ti mos t'i thuash disa të vërteta, që don t'i thot populli. Kështu që të them, mirë po thash, njeriu më shumë ka mosmarrëveshje e probleme me vetveten se sa me tjerët. Me le ta bëj një pyetje se tash Malian edhe formati i emisionit është pak më personale, po keni qenë gjithë jetën kështu pedant për këtë veshjes tash më të kujdesurit për veten, sepse gjithmonë kam dashur ta bëj këtë pyetje edhe kur të kam parë në objektet e televizionit në Kosovë. Nuk është i kushtoni rëndësi. Unë kam dashur gjithmonë të vishem, jo ndoshta, gjithmonë kam dashur të vesh diçka që nuk mund ta blesh gjokun. Atë që të tregoj të është një fshetësi. Unë për shembull, nga që kisha 3 motra, për atë më ndoni shumë, si që i du unë, motra, ajo me njerë pas meje, më mirëte për shembull edhe unë nga që doja të kem gjithmonë diçka të veçantë, që është e bukur, ajo i pritte këto qafës këmishat, edhe mande i qëndiste me gjilpër edhe me pe, edhe këtu e bënte në nënshkrimin tim. Gjithashtu qëndiste, edhe mu për që më të shkolla më pyesnin, ku i blej, thoja i porosis, atë si ishe lidhe, ishin edhe shumë të lira, edhe shumë të... Doja që dvesh kështu, diçka që veç mu më pëlqen, nuk kam bajt shumë llogarise sa si normalisht duke dashur që të dukesh mirë, sa do pak të dukesh mirë, edhe pse tash ti po sa që është këtë djali më i vogël, kove të fundit më akuzon, të që i vishesh kështu, nuk e ma i ri, nuk ka qari ke vesh ato si shalvare, ashtu si... Mua më pëlqen, me të vërtet më pëlqen. Unë betojmë që nuk i vesh që t'jem atraktiv, që mua më pëlqen, ashtu, si shkove në Prishtinë me ato pantallona, ashtu, si dimia, se unë tash ti ka disa kështu gjana. Mirë po unë e dua, unë shpesh herë harroj që i kam 70 vjetë, këtë e kam problem kohëve të fundit, sinqerisht edhe. Unë shpesh herë harroj, se nuk shkon ajo, se trupit është deformuar, se nuk të rrinë ma, ashtu, si që me... Jo, të rrinë shumë bukur, duke ta ma mimi, me të vërtet, unë ndjehe mirë, kur veshem ashtu, unë harroj se nuk dukem ashtu si që paramendoj vetet. Se unë kam një formulë, unë shpesh herë fëmijët mi u thoja, qeni, unë me qenë mbi 60 vjetë njerëzve, nuk do kisha leju të dalin në plash ku janë të rritë, po do kisha pas një plash për pleqt edhe plash për të rritë. Se trupi deformuar, pse u agërdit ti poshimet aty atat bukur, se rinia e ka freskinë e vetë, mire me vetë, rinia është e freskët, është e bukur vetë vetiu. Pleqëria, apo kjo mosha ma e shkuar, është edhe ajo i ka të vetat mirë, po e ka atë që ajo ma ti ketë bësh me lodhje në gjë kontekst edhe të trupit, me harxhimin. Mirë po vlen vetëm ajo që i harxhohet. Me të vërtetë, vlen vetëm ajo që i harxhohet. Është mëkat të lindësh i bukur, mos të harxhosh atë bukurinë e të varrosesh i bukur. Jo. Duhet të harxhohesh. Bukuria që nuk harxhohet nuk vlen asgjë. Mençuria që nuk harxhohet nuk vlen asgjë. Andaj, unë duhet të jem i harxhuar. Mirë po problemin e kam që thash, që ndonjëherë harroj që jam i harxhuar dhe vishem si ndonjë, e kam edhe këtë problem. Shpesh herë unë futem në dyqane ku shiten robe vetëm për dritë, edhe ai shitsi kur e shes se ç'a duhet të provoj, kështu mbetet zisi të më thotë se s'është ajo për ty. Unë mande e shoh se këmisha është vetëm për trup, kështu që ka trup, jo për mu. Mirë po, mirë është them, mos të zjas shumë. Okej, më mirë që ndodhe. Vishem ashtu si që
Si që më Ka bërë përgjene si përshtypje, që prandaj edhe kam mundëm. desh që ta bëj si pyetje dhe tani më kujtu Po. kur vetë që edhe të kisha përballë se u ndalëm në pjesën në gjys, por kjo është e mira edhe format natyrës Po. se biseda atë natyrshme spontane. Një këshill që të ka shoqëruar gjithë jetën, zotri Mehmeti, prej prindërve? Mënyrë direkte, indirekte që ta kanë thënë ndoshta. Edhe të ka dalë ashtu, një mend ka dalë Prej ashtu. prindërve thash, unë është ajo që e ceka pak nga parë, se okej, duhet t'jesh qendrona e po. njeri që me vërtet që të bamirësi nuk e harron. Edhe duhet ta dish edhe unë njerëz që mua më kanë Jeni ndihmuar. empatik? Unë po, jo edhe aq, po si them, është ato janë çështje që varet prej rrugtimit jetësor. Okej. e dini. Se shpeshherë ju bëni edhe ndryshe, jo pse jeni ai, po pse rrethanat ju bëjnë që jeni i tillë. Për shembull, mua shpesh më thonë se merrem edhe ndoshta ju e dini me këto debate. Po, si jo. Unë aty jam futur shumë rastësisht, për shembull, unë jetoj edhe duhet vdes si gazetar. Por nuk dua, mu ku më thonë publicist, ajo me të vërtet, ajo mas shumë të them si nuk i shkon ndërmend tonë me shkrimtarin Kim Mehmeti, po se nuk është ajo mbi këtë, për mua, unë jam shkrimtar edhe me atë e mburrem, me këtë jo. Djemi që nuk e përmenda. Unë aty shumë rastësisht u futa se shkaku se këtu në Maqedoni, në kohën, në rinin time, në vitet e 90-ta, nuk ishte shumë njerëz që e njihin në gjuhën maqedonase, nuk ishte shumë shqiptarë që flitshin publikisht, edhe mu më iritonte ajo pse Maqedon flitshin për ne, edhe unë ashtu u futa. I irituar. Mirë po mandej s'mund të dalish, se kur futesh njerë, se tani gjithë edhe gazetarët, gjithë gazetarët më ftojnë për atë, asnjë nisë më thirrri në emision kulturor për të flasim për romanët, për tregimet, atë që e dua me të vërtetë. Edhe kështu që kjo është ajo, edhe nga kanë vështim shikuar, unë shpeshherë kam qenë i detyruar të jem edhe ma i ashpër, edhe në reagime, edhe në këtë, edhe të mos kem as kujdes ndaj ndonjërit. Edhe unë shkok e kësaj edhe kam lanë për shtypje të njerëzit atë ndjej, se mendoj se jam shumë njeri i vrasht, shumë kështu nuk... Me arogant? Me arogant. A njerëzit kur takohen, bile habite, thonë, po shi që ti je shumë kujdes shumë ti nuk... Ata mendoj se unë jam gjithmonë si ai që del atje në emision. Në ekran. Në ekran, ku duhet t'japi shpjegime të tilla apo të tilla. Duhet ndonjëherë njeriu të jetë edhe më i ashpër, duhet të jetë... Unë gjithmonë jam ai që duhet të jem në atë çast. Nuk mbaj llogari, me të vërtetë se tashti si do të duket ajo, sepse mu vetja më duket mirë gjithmonë kur reagoj natyrshëm. Jeni pishman për ndonjë paraqitje publike këto vite? Shini, ka pas mos marrëveshje, a dini pse, se ndonjëherë, se unë edhe rëndomi kam gjitha emisione shumë direkte, nuk kam pas shumë biseda që të mund ta lusësh mandit lutem atë pjesë më ndohë. Për shembull, kishte edhe para disa muesh një mos kuptim, kur unë e thash atë që tash më pengon ajo që në për mediat, po saç në Kosovë, flitet ajo shqipja e rrugës, a di që e damton edhe thash këtë, unë thash, mande ke që përdore, normalisht tash. Mirë, po kjo është rreziku, edhe thanë që ju tha kosovarve, që se unë thash këtë, thash se shpesher ndodhë në media, këta njerëzit që mbajnë të ditur, duke dashur të ambulojnë ignorancën e vetë, flasin dhe me zhargonin, me atë pas. Po unë ja dhasha, i ma dhashi. Do me thënë, shpreje që nuk ka, se ti del publikisht i flet, ti duhet të kesh respekt ndaj ati që të dëgjon, jo ndaj vetë. Se shini, unë shtëpi nuk flas kështu. Shtëpi, zhargoni me cilën flasim në Gëçes, me aty në një fjali 10 fjallësh e i ke 5 slavishte aty. Mirë, po ti kur del, unë nuk mundem tani me ju, edhe se ju të shvlerësoj edhe juve si gazetare, ta bie të punën që të flasë tash si në shtëpi aty, apo si në kafene. E këtu vjen ajo, si themi, ne ndonjëherë duhet të kujdesemi që të
jemi edhe atë që s'jemi natyrshëm të zonë. Po duhet jemi atë që tregon respekt ndaj atij që e respekton. Edhe në këtë kontekst unë e thashë më dhe filluan me djerë këtë, kime me ju tha Kosovarëve që unë e kam një princip, kur ndodh kjo, më së miri mos u arsyeto, se o nise të arsyeto është i ke knaj. Edhe vlla, ta është i qatë të bëjë, fundit do njene edhe mund ashtu të ketë kuptuar. Edhe ti ky është riziku kur i njeriut publik, që ti ndoshta edhe këtun që tani e flas, unë e flas që të ketë atë kuptimin që unë e paramendoj. Mirë po për shikuesin, aje merr ndryshe vlla, dhe ti s'mund t'i shkojsh aty në shtëpi si që po unë kështu deshta ta them edhe pse më keq kuptove. Pse flet publikisht? Kjo është bashkë. Ndërsa i përket profesionit si fëmija, ke pas diçka tjetër? Shini, nuk... A është lidh pak me artin, përgjithësi me shkrimet? Po është tani nëse... Apo ndër mu buk? Shini, unë qështë si i vogël, për shembull e kam dashur shumë aktrimin. Edhe në vërtet unë u plaka edhe nuk e kuptova që duhet të bëhem, se unë doja çdo gjatë të bëhem. Mirë po, unë lexoja shumë. Unë lexoja shumë, edhe leximi mua më ndihmoi që se leximi është lënda e parë që të ban në fundit shkrimtar nëse e keni atë nerv. Edhe unë lexoja shumë, si fëmijë shumë. Unë nëse kam bërë diçka shumë në jetë, unë si them atë pak në ironi, kështu them, unë kam lexuar një maun e libra, me vërtet. Se edhe nuk, edhe kështu që ajo ndoshta atë damarin e shkrimtarit në mua e mirëmbajtje, se ajo është mirëmbajtja asaj. Edhe mund ta them këtë, ju që thatë, unë kam pas gjithmonë imagjinat shumë të zhvilluar. Nuk e di tjerët se e kanë, mirë po më duket se unë gjithmonë vuaja nga ajo që nuk mund të mendoj vetëm në një gjë, por gjithmonë në 3 kanale kam funksionuar, edhe kjo ka qenë ajo që... Prandaj ke pas vështirë të zgjedhësh. Po, më ka dalluar si fëmijë këtë vërenin edhe mësimdhënësit e mi, për shembull, se ekzistonte bile atje në klasën e 7, kur kam qenë një profozim që me njerë të kaloj në klasën e 8, sepse nuk isha shumë i qetë, sepse mu më duke se çdo gjë para kohe, më duke se e di, si kohë që rri, edhe kam qenë shumë i... Kështu, pengoja, thjesht. Pengoja edhe donin, mirë po, atë nuk e lejoj, se thoshte s'duhet ja zhduk një vit të fëmirisë, që është shumë vendim i drejtë. Bashkë. E ka një dukuri që të shqetëson tepër shumë shoqërinë shqiptare? Një fenomen social, momentalisht ndoshta, s'po të them dhe në atë pikë sa të dhem shpirti, çka po të dhem momentalisht? Më dhem shpirti për diçka, me vërtet më dhem shpirti, se jam prind, se prindi është prind. Unë mendoj se përhapja e këtyne pijeve narkotike është shumë e damshme në botën shqiptare dhe shumë e dhimbshme. Dhe kohëve të fundit ajo është kështu si një dukuri shumë e rrezikshme, se kudo që shkon në vendbanimet shqiptare, me vërtet ka shumë të ri që janë të varur nga droga, edhe kjo pse ndodhi kështu nuk e di. Edhe mendoj se këtu shoqëritë shqiptare shumë pak kujdesen, edhe shumë pak ne kemi në shoqëritë shqiptare institucione që i kushtojnë rëndësi fëmijët, që i kushtojnë rëndësi familjes. Më të shqetëson shumë ajo që edhe shkatrohet familja shqiptare. Sepse botën shqiptare e ka mbajtur gjallë, me të vërtetë e ka mbajtur në kamp familja. Ne gjithmonë familjen e kemi pasat boshtin ma të fort kurrizor që kur s'ka pas institucione shqiptaria. Mirë po e kishte familjen, kullën, ajo ishte edhe vend që të mbron, edhe vend që të strehon.
gjitha i kishte edhe vend ku që ti mund të mbështetesh. Sot familja shkatërrohet. Edhe unë mendoj shpesher duhet të unë nuk jam nga ata që mendoj se gjithmonë armiku në i banë gjitha. Unë mendoj se ne shpesher harrojmë se jo çdo gjë e huaj neve na ka hije. Ne duhet mbi gjitha të mbetemi shqiptarë. Një mend po. Edhe ta ruajmë atë që është shqiptare. Se vetëm ashtu ne mund të jemi, se ajo shini, ajo ndodh edhe kur fillon nuk pëlqen vetvetja. Nëse të pëlqen ty vetvetja, si mund të presësh ty të pëlqen të tjerët? Nuk mund ne tash me silikon të bëjmë të gjitha, duhet të mbetemi pak edhe atë që na ka lind nana. Se një ditë nëse e bjen punën deri aty që mos të njas, mos të njohin as prindrit e tua, jo mos je ti. Je diçka tjetër. Edhe këtë kontekst unë mendoj se ne shqiptarët paguajmë çmim të madh se shumë duam të dukemi si të tjerët. Ne duam të dukemi si amerikanë, si anglezët, apo ku ta diun si arabët. No, jo, ne jemi atë që jemi. Ne kemi atë që duhet ta kemi si shqiptarë. E duhet na pëlqej vetvetja neve pikë së pari si shqiptarë. E pastaj tjerët nëse na pëlqen, nëse s'na pëlqen, ne nuk ekzistojmë për tjerët, ne ekzistojmë për vetveten edhe si popull. Shumë e vërtet. Ke ndonjë peng tjetës, pishman? A i pishman për ndaj vendim? Jo. Se ke bote kishe bu ndryshe, apo thjesht nuk e lodh vetën e gjithçka ka ndodhur për një arsye të ka ndodhur? Jo, si gjë, njeriu nëse merret, në parim. Kjo është një parangarkesën vetë. Si gjë, në parim njeriu, çdo njeri mendon se ka lindur në hapësirë edhe në kohë të gabuar. Me thonë, kjo është ajo. Edhe unë duke e ditur këtë nuk kam dash të lodhem shumë. Mirë ke bo. Me atë. Sepse thash, çdo njeri mendon se ka lindur, sikur të kishte lindur në kohën e sultanit të jema, apo sikur të çdo njeri mendon se sikur të kishte lindur në Amerikë do të ishte pak më. Unë mendoj se kam lindur në kohë të duhur edhe në vend të duhur. Dhe gjithmonë kam qenë edhe që jam realizuar, unë jem njeri i realizuar. Kjo është e mira. Nuk kam në një pengë. Okej. E kam edhe për fund një pyetje që veç po më intereson me e ditë. E përmendë pjesën e parimeve dhe të qenurit vetja, krejt këto vite, krejt këtë rrugtim. Unë shoh shumë njerëz, kujde që i kontribu që edhe kam të ftuar sot, shumë lavdë për juve, shumë fjalë të mëdha për juve, edhe padyshim që zemra mal është kur vlerësohesh nga njerëzit dhe ta dinë për në i vlerën, po du me ditë, ke shkel parimet tua gjatë gjithë këtij rrugtimit, apo thjesht a i ke pas do parime bazë që të kam përcjell gjithë jetën dhe të kam bajt, të kam pru këtu ku je sot, zotri Mehmeti? Sini, unë... Mendon që secili duhet me pas një ideal? Unë mendoj se çdo njeri duhet të ketë një ideal, duhet të ketë një synim. E tani gjatë rrugtimit ndodhen gjëra që nuk i pret. Mirë po unë edhe si i ri më ndihmoi ajo se e kuptova një gjë, që njeriu lind me fytyrën që e ka dhënë Zoti edhe prindrit e tij. Mirë po ai pastaj vdes edhe plaket me fytyrën që e zgjedh vetë, o të turpit, o atë që e ka pas. Edhe unë kam dashur që sa më pak ta ndryshoj fytyrën time, të vërtet që e kam, sa më pak, është e pamundur fare. Se thash ti ku shkon në një takim me disa njerëz ti do të lash përshtypje se je serioz, se nuk je ai që je. Mirë po unë jam munduar që çdo kunde, çdo herë të jem më shumë ai që jam, se sa ai që ata mendojnë për mua që jam. Edhe garantoj që në jetë nuk ka asgjë më të vlefshme se nëse mund sa më shumë t'jesh ai që je. Andaj edhe jem i realizuar, nuk ka pas nevojë shumë të aktroj, të bëhem ai që je. Çfarë s'm kanë thënë se ka thënë edhe shumë të vërteta që për shembull gjuhën shqipe nuk e ke ditur, po është desh të kthehem vonë, që ti ke studiuar 8 fakultete nuk e krye. Them po, edhe çka këtu? Çfarë ka këtu të keqe, çfarë ka këtu diçka që mu duhet të më çojë të ndjem keq, apo ti kërkoj falje dikujt. Asnjërit nuk i kam pasja.
Edhe të mundohesh që, shini, është shumë e rëndësishme që nëse vini në një mosh, edhe kur ngjiteni, se ajo është mosha, e dini se sikur t'jeni ngjitur në majet të një kodre, edhe tani e shiqoni rrugën nga keni ecë. Ju mund të qëndroni në atë majë vetëm nëse e kuptoni se nuk mund të korrigjoni rrugën. Po ju mund të jeni të lumturoheni nëse shihni sa ma pak gabime gjatë rrugës, sa ma pak ecje kot, sa ma pak ecje të keqe. Unë me të nuk shoh në një ecje shumë të gabuar, ka plot, unë kam bërë plot gabime. Po unë shoh atë që... Kam bërë plot gabime. Po, unë kam bërë plot gabime, por rrugtimi kryesisht ka qenë ai që e kam dëshiruar. Kjo nuk është pak në jetë, a dini t'i thoni ju në këtë mosh, t'i thoni vetë se që unë këtë e doja. Unë bile them diçka që nuk i ka hije një shkrimtari. Unë shumë çka e kam arrit më shumë se që kam pretenduar, bas edhe më shumë se që e meritoj. Ju përmendet njerëzit që të duat. S'pari herë nuk do t'jem modest. Unë për shembull kur vi në Prishtinë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, mua njerëzit më njohin më shumë se këtu në Maqedoni. Pastaj, e mos them edhe më duan ma shumë. Automatikisht. Ma shumë, me vërtet. Edhe unë nuk mund të them që ajo nuk më lumturon, që ajo është... Patjetër, gjithduam. Absolutisht, unë atë ndjej si dhurat pa merituar. Gjërat e pa merituar e janë të lezetshme, se ato që i merr me lodhi, ato nuk, edhe shumë nuk i çmon. Interesant që nga kjo, nuk e prita këtë përgjigje. Mua më është ajo më duket e pa merituar gjithaj respekt. Edhe prandaj më shumë i lezetshëm edhe shumë kujdesem për atë që mos ta lëndoj, që unë bëj çmos që ta meritoj. Unë çdo ditë çohem mëngjes e them kem ty të jepet diçka që nuk e meriton. Jep diçka, jep edhe diçka. Edhe mua ajo më mban, më besoni, ajo mua më mban edhe sa u përket këtyre paraqitjeve të këtilla. Se unë them, ti tani ka arrit aty, edhe tash ti duhet të japësh, bile edhe sa u përket, të ju thash pak më parë, mas vështirë e kam ndonjë gazetari ti them jo. Me do të kur më paraqitet, ta do të mundesh në një intervistë. Them si jo, se kam qenë edhe vetë gazetare, dhe unë shpesh them si që ne mund ta bëjmë këtë gabim. Shpesher gazetarët nuk thirren as pse je shumë i mençur, po pse s'kan me çfarë ta bushin emisionin. Kjo po që ishte përgjigje. Më duhet gjithçysh me pyet. Ke ndonjë figurë publike që ke shumë dëshirë të takosh të njohur në botë? Nuk, me vërtet nuk aktoj. Kur unë nuk kam pas idhuj kështu që bile unë edhe kur ndonjë mu më drejtohet kështu edhe shoh me përulje, ja them këtë nga zemra, ja them, nuk ka njeri që e meriton përuljen tënde. Unë shpesh herë them edhe këtë. Unë gjithë njerëzit e mençur, gjithë njerëzit që i çmoj, i kam në bibliotekën time. Edhe unë kur s'kam vjen nevojë të takoj nga. Edhe unë s'kam fotografi me asnjë njeri të famshëm as shqiptar. Po me miq po, me Elçen Bashun unë kam, me Ali unë kam, me Recep Ismailin kam, me Agim Baçen kam, tash të mos t'i radhis, se unë kam miq. Po me këta duhet të kem, se kam kujtime, kam të shkuar, kam përjetime. Mirë po unë tash të fotografuar me ndonjë shkrimtar të famshëm, me ndonjë këngëtar të famshëm, apo me ndonjë... Që më duhet? Mos përmendi emra dhe shqiptar, unë s'kam asnjë fotografi për shembull me Ismail Kadarin, po jam të kuptë. Që më duhet? Unë i kam librat e ati në bibliotekë edhe mos më lidh asgjë si njeri, atë përkundër, që ka shumë çka që më dallon edhe që më ban për shembull që ta konsideroj si njeri që nuk është ai shkrimtar me cilën të mburret shqiptaria, sa të ketë shqiptari, po për disa gjana për shembull ai për mu si njeri nuk është sa cili do mikimi tjetër. Okej, e kuptueshme, plotësisht kishim folur shumë tema tjera, me plot kënaqësi, po unë them çdo herë që
me njerëz që shkon shumë muhabeti, fluturojnë edhe minutat, kështu që edhe me ju me fluturojnë këtë rast, faleminderit shumë që i thatë podcastit, ke kënaqësi që erdhëm në Shkupin e bukur edhe shijuam këtë natyrë tepër të bukur. Juve shëndet. Faleminderit edhe juve gjithë mirat dhe suksese në punë. Faleminderit shumë edhe publikut që ka qëndruar bashkë me neve deri në këtë moment. Ne jemi pra bashkë të shtunën tjetër. Ju mos ndani për ekranit të TV-n. Mirëmbëjtje. Ky emision mundësohet nga Telkos, Ecofruit, Bruno,